O Allahu im, mi fal gabimet e mia, ignorancën time, lëshimet në punën time dhe atë që ti e di më mirë se unë. O Allahu im, më fal, më mëshiro, më udhëzo dhe më furnizo. O Allahu im, ty të takon falenderimi nga se ti e drita e qiejve dhe tokës dhe çfarë ka në to. Ty të takon falenderimi nga se ti e mbikëqyrës i qiejve dhe tokës dhe çfarë ka në to. Ty të takon falenderimi sepse ti e i vërteti, premtimi yt është i vërtet, thënia jote është e vërtet, takimi me ti është i vërtet, xheneti është i vërtet, xhehenemi është i vërtet, kiameti është i vërtet, pejgamberët janë të vërtet dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i vërtet. O Allahu im, ma përmirëso fen time e cila është mbrojtje e çështjes sime, ma përmirëso dunjan time në të cilën jetoj dhe ma përmirëso ahiretin tim në të cilin do të kthehem. O Allahu im, na përmirëso rezultatet e të gjithave punëve tona, na ruaj nga poshtrimi në këtë botë dhe dënimi i botës tjetër. O Allahu im, kërkoj prej teje kërkesën më të mirë, lutjen më të mirë, shpëtimin më të mirë, punën më të mirë, shpërblimin më të mirë, jetën më të mirë, vdekjen më të mirë, më përforco dhe më rëndo peshojën e veprave të mira, më forco imanin dhe më ngrit shkallët në xhennet. O Zoti ynë, hapi dyert e qiellit dhe mirëpriti lutjet tona. O Allahu in, ma mundëso të vdes me fjalën La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah. Ma mundëso të vdes shahid, o Allah, dhe më bashko me shahid e pejgamber në xhenetet e larta. O Allah, të lutem për të mirat për të cilet është lutur pejgamberi in Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa kërkoj ndihmën tënde prej të këqijave prej të cilave ka kërkuar ndihmë edhe pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka fuqi e as pushtet pos fuqisë dhe pushtetit tënd, o Allah.